Mirëmëngjes, ja ku jemi sërish bashk në rubrikën Fy më fy, ku ju më bëni pyetje që i kam shkruar unë dhe unë ju fyej inteligjencën duke përgjigjur me përgjigjet e mia. Mireli nga Kondraqi shkruan: O mret, pse s'ke premtuar asgjë për arsimin, asgjë për mjekësinë, asgjë për vende pune, asgjë për ujë me orar, asgjë për rinin, asgjë për pensionistët. I dashur Mirel, se ta dim dhe ku e ke shpin, edhe nga hyn dhe nga del. Arsyeja pse s'kam premtuar asgjë për gjithë ato që the, është sepse kam bërë një premtim vetëm, pasaportën europiane, që ju e keni besti. Alergji e keni ju. Dhe duke marrë pasaportën europiane, ju s'do keni nevojë për arsim Shqipërisë, sepse arsimin do e bëni në Europë. Ju s'do keni nevojë për mjekësi, sepse mjekësinë do e merrni në Europë. Ju s'do keni nevojë as për ujë 24 orë që nuk e keni në Shqipëri, sepse ujin do e pini në Europë. Edhe vendet e punës do i merrni në Europë. Aty do punoni. Ashtu siç dhe gjithë rinia do ikin në Europë, ashtu siç edhe të gjithë pensionistët, fal pensionit 140 euro, do kenë mundësinë të shkojnë atje në Europë edhe të blejnë një vilë në Costa Azzurra, në Sardejnë, në Sicili, në Napoli, në Spanjë, në Ibiza, në ishujt grek. Ashtu siç vinë të huajt edhe blejnë këtu shtëpia dhe do shëtisin gjithë Europën, falti pensionit që ka bërë qeveria jonë. Ja pse Mirel.